Dashi, dita e sotme do të ndriçojë shpirtin me energji pozitive. Kjo është një kohë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet dhe për të falur zemrën me fjalë të ëmbla. Mos nguro të shprehësh ndjenjat, pasi komunikimi i hapur do të sjellë harmoni. Në punë, qëndro i fokusuar dhe mos u shpërqendro nga zhurmat e vogla. Mund të hasësh një mundësi të re që do të ndihmojë të zhvillohesh profesionalisht. Financat janë në një fazë stabile, por është e këshillueshme të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Merr një moment për të medituar dhe për të balancuar energjitë e brendshme. Dëgjoj zërin e brendshëm dhe ndiq intuitën tënde. Lëri rrezet e diellit të mbushin zemrën me ngrohtësi. Demi, sot do të ndjeni të përqendruar dhe të qetë, duke qenë se energjitë universale ju japin forcë të madhe. Në dashuri, jepini partnerit tuaj vëmendjen që meriton dhe përpiquni të kuptoni më mirë ndjenjat e tij. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndesë shkëndija të reja. Në punë, ndjenja e qëndrueshmërisë do të jetë më e fortë se kurrë. Shfrytëzoni këtë për të përmbushur detyrat më të vështira. Financat duket se janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e tepruara. Bëni një plan buxheti për të ardhmen. Mos neglizhoni as kohën për veten, meditimi mund t'ju ndihmojë të arrini paqen e brendshme. Ndiqni zemrën dhe mendoni pozitivisht. Binjakët, në këtë ditë të janarit të ftohtë, do të ndjeni të gjallëruar nga energjia e brendshme që ndriçon si një yll polar. Është koha ideale për të rishikuar qëllimet tuaja profesionale dhe për të bërë një plan të qartë që t'ju çojë një hap më afër ëndrave tuaja. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin do të sjellë kuptim të ri në lidhjen tuaj dhe do të forcojë emocionet mes jush. Nëse jeni beqar, shikoni për mundësi të reja në takime të rastësishme, ato mund të jenë një dritare drejt diçkaje të bukur. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por tregoni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Vlerësoni çdo moment dhe lejoni zemrës të udhëheqë rrugën tuaj. Daforia. Një ndjesi e veçantë ngrohtësie mund të përfshijë sot, duke të dhënë një shtysë për të vepruar me dashuri ndaj të dashurit tënd. Është koha ideale për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur për brenda. Në punë, një mundësi e papritur për të treguar aftësitë do të japë një ndjesi krenarie. Mos hezito të marrësh iniciativën, pasi mund të sjellë përfitime të mëdha në të ardhmen. Financiarisht, qëndro i vëmendshëm ndaj shpenzimeve impulsive, duke i dhënë përparësi kursimeve për projekte më të mëdha. Reflekto mbi qëllimet personale dhe mundësitë që të ofron viti i ri. Kjo ditë do t'i jap shpirtit tënd një dozë të shëndetshme energjie pozitive, duke të ndihmuar të përballosh sfidat me optimizëm. Shijoje këtë ndjesi paqeje. Luani. Dita nis me një ndjenjë kurioziteti dhe entuziazmi që të shtyn drejt sfidave të reja. Në aspektin e dashurisë, është momenti i duhur për të treguar ndjenjat dhe për të dëgjuar me vëmendje partnerin. Beqarët mund të ndjejnë tërheqje ndaj një personi të ri. Në punë, kujdes me detajet, pasi një gabim i vogël mund të kushtojë më shumë se sa mendon. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, shmang shpenzimet impulsive dhe merr kohë për të planifikuar buxhetin. Shëndeti emocional do të përfitojë nga pak kohë për vetë reflektim. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të sjellë paqe mendore. Lejoje veten të përjetojë momente qetësie dhe falënderimi për gjithçka që ke. Virgjëresha. Sot, energjia kozmike të përqafon me një ndjenjë qetësie dhe reflektimi. Është një ditë të shkëlqyer për të fokusuar tek marrëdhëniet personale, duke i dhënë zemrën dhe vëmendjen e duhur atyre që do kjo është koha për të vlerësuar ato që ke, duke e lënë mënjam përkohësisht dëshirën për perfekcion. Në punë, kujdesi ndaj detajeve do të ndihmojë të arrish sukses. Mund të shfaqen disa mundësi të reja financiare që kërkojnë kujdes, prandaj mos nxitoni për të marrë vendime të mëdha. Shëndeti emocional do të përfitojë nga kohët e qeta dhe meditimi. Lejoj vetes të shijoj momente të vogla lumturie, pasi ato sjellin paqe dhe mirëqenie. Dëgjoj zemrën dhe ndiq intuicionin. Dëshorja. Sot është një ditë për të kërkuar balancë dhe harmoni në jetën tuaj. Ndërsa dita fillon, përpiquni të mos i lejoni shqetësimet e vogla të ndikojnë në humorin tuaj. Në dashuri, komunikimi është kyç. Ndani mendimet dhe ndjenjat tuaja me partnerin dhe do të shihni rezultate pozitive. Në punë mund të përballeni me një detyrë sfiduese, por aftësia juaj për të menduar me kthjelltësi do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje kreative. Sa i përket financave, është një kohë e mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë ndryshime të vogla që mund të kenë ndikim të madh. Lëreni ditën të rrjedhë natyrshëm dhe mos harroni të ndaloni për të vlerësuar bukurinë në detajet e vogla. Akrepi. Ditën e sotme, ndjenjat e tua do të jenë të thelluara dhe të ndjera, duke krijuar një atmosferë intime me të dashurit e tu. Energjia e ngrohtë e ditës do të inkurajojë të shprehesh më hapur në marrëdhënie.
Në punë, përpiqu të fuqizosh komunikimin me kolegët dhe mos hezito të kërkosh ndihmë kur të nevojitet. Projekte të reja mund të hapin mundësi të papritura për rritje profesionale. Kujdesu për financat dhe shmang shpenzimet e pakontrolluara, duke bërë plane të arsyeshme për të ardhmen. Ndërsa ecën në rrugëtimin e përditshëm, merr frymë thellë dhe kalo pak kohë në natyrë për të rigjeneruar mendjen dhe trupin. Beso në intuitën tënde dhe lër që ajo të udhëheqë drejt vendimeve të duhura. Shigjetari. Dita e sotme mbart energji të gjallë dhe optimizëm, duke ofruar mundësi për të rritur lidhjet me të dashurit. Nëse ndjeni të kapluar nga rutina, ndryshimi i vogël në përditshmërinë tuaj mund të sjellë freski dhe kënaqësi. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të heqë pengesat e vogla që kanë lindur së fundmi. Në punë, qëndroni vigjilent ndaj detajeve të vogla që mund të bëjnë diferencën. Mos e nënvlerësoni forcën e një mendimi pozitiv. Ai mund t'ju ndihmojë të tejkaloni sfidat dhe të rrezatoni pozitivitet. Financat kërkojnë kujdes, ndaj bëni plane afatgjata dhe i qëndroni besnik buxhetit. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të rrisin mirëqenien tuaj emocionale. Besoni në fuqinë e së tanishmes. Brici api. Sot, në ndritën e yjeve, ndjen nevojën për të reflektuar mbi qëllimet e tua. Në aspektin e punës, është koha e duhur për të treguar vendosmëri dhe të bësh një plan konkret për të arritur objektivat. Një mundësi e re mund të trokas në derën tënde, mos hezito ta pranoj. Në dashuri, sinqeriteti yt do të vlerësohet nga partneri, ndaj mos nguro të jesh vetvetja. Beqarët mund të ndjejnë një ndjesi të lehtë nostalgjie, por qëndro i hapur për aventura të reja. Financat duken të qëndrueshme, por është e udhës të jesh i kujdesshëm me shpenzimet. Kujdesi për veten sot është thelbësor. Marrësh pak kohë për relaksim të thellë do të ripërtëri shpirtin dhe mendjen. Adopto një mendim të qetë dhe pozitiv. Ujori. Sot zemra juaj mund të ndjejë nevojën për të lidhur më thellë me të dashurit tuaj. Komunikimi i hapur dhe i sinqert do të sjellë ngrohtësi në marrëdhëniet familjare dhe miqësore. Në punë, një ide krijuese që keni menduar prej kohësh mund të marrë vëmendjen e merituar. Merrni guximin për ta ndarë me të tjerët dhe mos kini frikë nga sfidat që mund të dalin. Financat po shfaqin shenja përmirësimi. Është koha e duhur për të riorganizuar buxhetin tuaj dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Sot, meditimi ose një shëtitje në natyrë do të ndihmojnë për të pastruar mendjen tuaj dhe për të sjellë qetësi shpirtërore. Lëreni veten të udhëhiqet nga intuita dhe besoni në rrugëtimin tuaj unik. Peshqit. Dielli sot ndriçon rrugën tënde me një dritë të butë, duke sjellë qetësi në mendje dhe zemër. Në dashuri, bëhu i hapur ndaj dialogut dhe shprehjes së ndjenjave. Ndonjë surprizë e këndshme mund të vijë nga partneri ose dikush i afërt. Puna jote kërkon fokus, por mos u frikso të kërkosh ndihmë kur ndihesh i mbingarkuar. Në financa, ruaj një ekuilibër mes harxhimeve dhe kursimeve, pasi mund të hasësh mundësi të reja investimi. Ndjehu i lirë për të eksploruar skuta të reja të kreativitetit tënd. Natyra do të jetë një aleat i fuqishëm për ty, ndaj dil jashtë dhe thith ajrin e freskët. Kujdesu për veten dhe lejo që energjia e brendshme të udhëheqë.